Gazetari hulumtues kroat, Domagoj Margetić, ka publikuar në rrjetet sociale akuzat të rënda lidhur me shkatrimin e një vendi memorial në zonën e Prijedorit të Bosnjë-Hercegovinës, ku gjatë luftës së dytë botërore u krye një krim masiv ndaj civilëve serb. Sipas Margetićit, në vitin 2023 në zonën e Bukova Kosës, përkatësisht në fshatin Veliko Palamçishte, janë ushtruar presionet të palishme ndaj banorëve lokal për t'i detyruar ata të shesin tokën e tyre. Ai pretendon se këto veprime janë kryer nga persona të lidhur me biznesmenin serb Zvonko Veselinović përmes kompanisë Drovko Export, e cila ka hapur miniera shumyri të palishme në atë territor. Avdullah Hoti ka dhënë dorëheqjen nga të gjitha pozitat që mbante në lidhjen demokratike të Kosovës. Burimet të Gazeta Minuti brenda rrethit të ngushtë të tij bojnë të ditur se dorëheqja e Hotit vjen pas zhvillimeve në kuvendin e LDK-s, ku ai kishte shpallur kandidaturën për kryetar të partisë. Megjithatë, kandidatura e tij nuk ka hyrë fare në votim pasi kuvendi i LDK-s ka votuar për vazhdimin e mandatit të Lumira Dixhikut në krye të partisë. Hoti kishte paralajmëruar edhe më herët se do të dorëhiqej, duke konsideruar këtë si akt përgjegjësie politike pas procesit zgjedhor të 28 dhjetorit. Deri më tani nga LDK-ja nuk ka pasur një njoftim zyrtar lidhur me hapat e ardhshme pas dorëheqjes së Hotit. Luan Gacaferi tha se vendimet për konfirmimin e Lumir Abdixhikut tregon se LDK-ja po shkon drejt muzeumit politik dhe u shpreh se partia po trajtohet si spektator nga oligarkët dhe ndikimet e jashtme brenda saj. Ai e konsideron procesin si një përzgjedhje e PDK-s dhe personave të lidhur me të, në vijim postimi i tij plot. Lumir Abdixhiku kinse po jep dorëheqje, partia kinse nuk e pranon, dorëheqja që s'dorëhiqet, refuzim që s'refuzohet dhe politik që vazhdon të na trajtojë si spektator naiv. Sidoqoftë, një gjë është e sigurt, LDK-ja po shkon drejt muzeumit politik, pra përfundimisht është kthyer në një parti politike që po vdes politikisht, sepse kështu kanë vendosur PDK-ja bashkë me Baton Haxhiun, Berat Buzhalën dhe disa të tjerë si këta. Ajo që sot ka ndodhur nuk është asgjë tjetër veç se një përzgjedhje e PDK-s, analistave dhe oligarkëve që Lumir Abdixhiku të jetë i përzgjedhuri i tyre për të dërguar LDK-n te varrezat politike, qoftë i përjetshëm kujtimi për LDK-n e Ibrahim Rugovës.